Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria evakuonte 4 shtetas që ndodheshin në Izrael. Përmes rrjeteve sociale, ministri Igli Hasani njoftoi se 2 janë larguar përmes Jordanisë dhe 2 përmes Egjiptit. Ata gjendeshin në Izrael për arsye profesionale dhe familjare, deklaroi Hasani. Ai falenderoi në mënyrë të veçantë autoritetet izraelite, jordaneze dhe egjiptiane, si dhe ambasadën austriake në Tel Aviv për bashkëpunimin dhe koordinimin e ngushtë me ambasadën shqiptare në Tel Aviv dhe Kairo. Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Izrael njoftoi se hapësira ajrore e Izraelit si aeroporti janë mbyllur nga 22 qershori, duke bërë të pamundur për momentin planin për evakuimin e qytetarëve të huaj përmes aeroportit të Tel Avivit. Nga Ministria Izraelite e Turizmit thuhet se funksionon një rrugë detare nga Ashdodi në Limassol në Qipro. Sipas ambasadës, anija tjetër me vende të lira, Crown Iris, është planifikuar të niset nga Ashdodi në mesditë më 27 qershor dhe ka kapacitet për 1500 pasagerësh, ndërsa biletat janë të disponueshme direkt nga faqja e internetit e kompanisë Mano Shipping. Thirrja për të gjithë qytetarët që nuk kanë pasaportë të vlefshme është të kontaktojnë ambasadën e Maqedonisë së Veriut për të marrë dokument udhëtimi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ushtria izraelite vijon të godas 6 aeroporte ushtarake iraniane në pjesët perëndimore, lindore dhe qendrore të Iranit. Sulmet prekën pjesat e fluturimit, strehimore në toksor, një aeroplan furnizimi me karburant dhe avion F-14, F-5 dhe A-1 që i përkisnin regjimit iranian. Sipas mediave izraelite, avionët e shkatruar do të përdoreshin kundër forcave ajrore izraelite për të prishur operacionet e tyre brenda territorit iranian. Forcat ajrore izraelite ndërprernë aftësinë për të ngritur nga këto fushë ajrore dhe kapacitetin operacional të forcës ajrore të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, Amir Hatami, paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të kenë një përgjigje të fortë. Gjatë historisë sonë ne jemi përballur me Amerikën shumë herë. Sa herë që ata janë përpjekur të vinë për ne, kanë marrë një përgjigje të fortë, tha General Major Amir Hatami. Kemi pasur shumë martir, por do të luftojmë me forcë dhe guzim. Duhet të jeni të sigurt për forcën tonë, tha Amir Hatami. Një nga generalet më të lartë të Iranit u emërua në këtë rol më pak se një javë më parë, ndërsa Irani riorganizoi udhëheqjen e tij ushtarake për të mbushur pozicionet e mbetura bosh pasi Izraeli vrau disa figura të larta në sulmet e tij të fundit. Në përgjigje ndaj sulmeve izraelite dhe amerikane, parlamenti iranian mbylli ngushticën e Hormuzit për trafikun detar. Vendimi final për këtë çështje i takon Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, njoftoi general Esmail Kowesari, njerësh antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit iranian. Ngushtica e Hormuzit cilësohet si porta më e rëndësishme për transportin e naftës në botë. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka bërë thirrje Kinës që t'i kërkojë Iranit të mos e mbyllë ngushticën e Hormuzit në përgjigje të sulmeve të Washingtonit ndaj centraleve bërthamore të Teheranit. Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. E inkurajoj qeverinë kineze të drejtohet atyre për këtë çështje sepse ata janë shumë të varur nga ngushtica e Hormuzit për naftën e tyre, tha Rubio. Kjo vjen pasi parlamenti i Iranit miratoi bllokadën strategjike të ngushticës, e cila transporton më shumë se 20% të naftës dhe gazit botror, duke ia lënë Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të marrë vendimin përfundimtar. Trump paralajmëron për ndryshimin e mundshëm të regjimit në Iran. Reagimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump erdhi vetëm pak orë pasi anëtarët të administratës së tij këmbgulën se sulmet e fundit në Iranit nuk kishin për qëllim të sillnin ndryshim regjimi. Politikisht nuk është e pranueshme të përdoret termi ndryshim regjimi, por nëse regjimi i tanishëm iranian nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish madhështor, pse të mos ketë një ndryshim regjimi, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.